Qendra Kulturore Albania Excellence është duke përgatitur një studim mbi 100 shqiptarët më të suksesshëm të viteve të fundit në gjithë fushat e dijes kudo në botë. Drejtuesja e projektit është Flora Nikolla, një nga gazetaret më të njohura të Shqipërisë. Ajo dhe bordi i qendrës kanë vendosur lidhje me qindra shqiptarë që kanë shënuar histori të reja suksesi në jetën e tyre të emigrimit, si edhe në atë dhe. Janë shkrimtarë, janë poetë, të cilët vërtet kanë histori dhe tregojnë shumë bukur se si kanë arritur ata sot të drejtojnë ose të jenë spalat e orkestrave europiane dhe që janë shumë, domethënë shqiptar. Kam gjetur një violinist shqiptar që është në orkestrën kombëtare të Buenos Airesit, të Argjentinës. Domethënë ai është një shqiptar. Por krahasur ka dhe shumë inxhinier, ka dhe shumë fizikant, ka dhe shumë bankier, ka dhe shumë avokat. Studimi do të botohet së shpejti në një libër me titull 100 histori suksesi në 100 vjetorin e shtetit shqiptar. Sigurisht janë shumë se sa 100, mund të gjën 200, 300 edhe 400 histori të cilat janë përzgjedhur. Po tani mua po më vjen histori shumë të bukura. Edhe tani që përpara se të bisedoj me juve pa që erdhën 2-3 më një herë 2-3 nga miq të ndryshëm, domethënë të cilat pastaj hyn një verifikimi ose kontrolli në thonjza, domethënë për të parë domethënë ç'është përfaqëson kandidatët dhe pastaj për të dërguar ftesën zyrtare, për të dërguar pyetjet dhe kështu vazhdon pastaj. Flora thotë se personazhet e suksesshëm shqiptar janë të shumtë dhe të zgjedhësh midis tyre është një punë tepër e vështirë, por të gjithë po kalojnë disa kritere teknike profesionale. Kemi marrë njerëz ose personalitete ose shqiptarë të cilët kanë ikur kryesisht mbas viteve 90. Kemi tek këtu disa histori si për të thënë që mund të rregullojnë pak atë konturet e përgjithshme, por në përgjithësi kemi marrë njerëz të cilët kanë ikur mbas viteve 90. Dhe kriteri është një kriter njerëzor, një kriter suksesi, domethënë ne duam të zbulojmë të sjellim histori të vërteta në një botë të vërtetë të këtyre njerëzve domethënë që kanë ikur. Një nga qëllimet e studimit është që të nisë krijimin e një baze të dhënash se ku jetojnë dhe punojnë shqiptarët e famshëm dhe cila është krijimtaria e tyre, një informacion i cili deri tani mungon. Po ashtu synohet që personazheve të njohura publike të ushtohen edhe 100 heronj të rinj të jetës moderne që shkëlqejnë me punën e tyre në shkencë dhe kulturë. Kemi shumë dëshirë që gjithë këtë punë e madhe, gjithë këtë dashuri që mua më kanë forcuar kandidatët e Albania Excellence të përfundojmë një gala. Ku vetë kandidatët e Albania Excellence janë pjesë e librit, të jenë protagonistë të kësaj galaje, e kam mirëpritur jashtë mase dhe unë pres një përgjigje nga presidenti i Republikës, janë tratativa me gjithë punët e mëdha që ka, sepse do të ishte si simbol i kombit, nëse presidenti i Republikës do ta merrte përsipër, do të ishte një kënaqësi shumë e madhe që ai do të dhuronte të gjithë këtyre artistëve dhe njerëzve që bëjnë pjesë në këtë libër, të cilët me shumë dashuri më kanë premtuar që brenda të gjithë kushteve të tyre që kanë të jenë prezent në këtë gala. Ky studim me 100 shqiptarë të suksesshëm nisi me synimin që të ruajë dhe të ngrejë lart vlerat njerëzore të shqiptarëve dhe të ndikojë sadopak në kthimin e tyre në Shqipëri apo rivendosjen e kontakteve me publikun e vet kulturor dhe shkencor. Njerëzit aq të dashur që un kam në librin që po bëhet, e japin vetëm mesazh, unë nuk kam se të jap mesazh, sepse të gjithë në intervistat e tyre, të çdo njeri në intervistat e tyre, kur unë pyes, a keni qenë ndonjëherë në Shqipëri? Janë soprano shumë të njohura. Ne jemi të dëshiruar të vim në Shqipëri. Alban Pengiri për shembull në intervistën e tij thotë, pse e krijova unë jam është pedagog, është violinist shumë i njohur, thotë dua të vi në Shqipëri ta jap këtë. Më thënë mesazhi është dhënë nga vetë kandidatët e Albania Excellence. Tashmë që talenti i tyre është zbuluar dhe vlerësuar nga bota, është e nevojshme që ata dhe sukseset e tyre të njihen edhe në atë dhe si një provë që Shqipëria nxjerr figura dinjitoze në kulturën perëndimore të cilët si përket fondit të shqiptarëve të famshëm jashtë vendit do të ushtohen edhe ata që jetojnë dhe krijojnë në Shqipëri, por që tranzicioni, rrethana dhe modestia nuk u kanë dhënë më shumë njohje nga publiku. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.